Mi se erdhët të dashur shqiptar në letra të rëfejnë, jam Diana dhe do bëj një mesazh për ju. Kam mbretëreshën e Arierit quhen kështu në këtë grup letrash. Të dashur shqiptar, për ju po vjen një periudhë ku fokusi kryesor do jetë stabiliteti, rehatia dhe ndërtimi një jetë më të qetë e më cilësore. Kjo letë tregon rritje në aspektin praktik. Pra, para, shtëpi, pamje, punë, apo mënyrë si kujdesesh për veten tënde. Në të ardhmen do fillosh të mendosh më shumë për gjërat që të japin siguri reale dhe jo vetëm emocione momentale. Mund të investosh më shumë tek vetja, pamja, ambienti ku jeton, ose një projekt që të sjellë të ardhura më të mira. Në dashuri kjo letë është shumë e mirë për një person të pjekur, stabil dhe bujar emocionalisht. Dikush që të jep qetësi dhe jo dramë. Ata që janë në lidhje mund të përmirësojnë jetën e përbashkët ose të fokusojnë më shumë të ndërtimit diçka e konkrete bashkë. Por, të dashur shqiptar, kjo letër të jep dhe një paralajmërim. Mos u lodh duke u kujdesur për të gjithë dhe duke harruar veten. Ti shpesh jep shumë energji, kohë dhe ndihmë për të tjerët, ndërkohë që nevojat e tua mbeten në fund. Këshillën që mund t'jap nga kjo letër thot: krijo jetën që të bën të ndihesh mirë për ditë, jo vetëm atë që duket bukur për të tjerët. Stabiliteti dhe qetësia do vlejnë më shumë se emocionet e përkohshme, të dashur shqiptar.